Shëndeti i 17 vjeçarit Roland Nikaj ka hyrë në fazën më kritike. Prindrit e të riut thonë se frymarrja e tij është reduktuar në 20% dhe se është çështje ditësh që laringu të bllokohet plotësisht nga mishi huaj i krijuar pas aksidentit me motor. Nga Ministria e Shëndetësisë nuk ka një reagim zyrtar për çështjen e denoncuar publikisht në media, ndërsa babai i 17 vjeçarit thot për News 24 se ka patur takim direkt me Ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqaj, prej të cilit ka dalë pa një përgjigje konkrete. Ministri thashëm se mund të bëjmë la përësi një drejtorit atë, një Petra dhe absolutisht kam komunikuar disa me Petrën dhe s'm ka lënë si përësi. Si është gjendja e djalit sot që flas? Gjendja e djalit në momenta shumë e rëndë. Ditë për i kalojnë. Vizita e fundit ishte mbi 75%, para 8 ditësh. Me shpresë, me premtime, me telefonata, me ministrë, me kryeministrë, me mesazhe, të ju bëj lutje që më ndihmoni ta shpëtojmë jetën e djalit dhe asnjë lloj reagimi. Shteti e qovin deri në gjendje duke e ndjekur. Tash është në gjendje që edhe mund të shpëtojë, ka shpresë për jetën, por nuk bojnë asgjë. Bojnë sikur bojnë lëvizje, por asgjë deri tani. Ndërsa shpresat për shpëtimin e të riut paksohen, familja Nikaj ka dalë sërish për të protestuar, këtë herë para Parlamentit të Shqipërisë. Çfarë do bësh? Si do veprosh? Po do t'ju bëj thirrje edhe një herë. Burokracinë atë këtyre mjekëve dhe këtij ministrit po i morr jetën djalit tëm 17 vjeç. Edhe pse nuk shikon për shkak të verbërisë, fjalët e nënës së Rolandit janë një apel për drejtësinë dhe mjekësinë shqiptare. Pse të gjithë doktorat e ushtarakut janë kënd verbër, si unë si nuk e kanë po kartelen e djalit, i bëj thirrje ministrit, kryeministrit dhe të gjithëve si djalin tem ta shpëtojnë si gjithë tjerët. I lodhur nga ato që i cilëson si mashtrime të strukturave shtetërore të shëndetit, babai i Rolandit, Pashk Nika, ka vendosur të drejtohet edhe qytetarëve të thjeshtë për ndihmë financiare që të mund ta dërgojë djalin privatisht në Turqi. Detyrohem që t'ju bëj thirrje shqiptarëve tonë man që të na japin pak mundësi që mund ta kenë për humanizëm, në ndihmojnë ta shpëtojmë djalin tonë. Me sa po shoh, asnjë zgjedhje s'po na jepet edhe ditë djalit pa nëmrojmë, krejt pak ditë janë. Jemi në një situatë shumë mirane duke parë gjendjen e djalit tonë të janë nëmruar ditë vetë si prind. Prej më shumë se 3 muajsh, Roland Nikaj, 17 vjeç nga Shkodra, mbajti shtruar në gjendje të rëndë në Spitalin Universitar të Traumës pas një aksidenti me motor. Prindrit e tij akuzuan publikisht Spitalin e Traumës për abuzim dhe neglizhencë në kryen e detyrës, që sipas tyre ka çuar në diagnostikim të vonshëm të smundjes. I riu vuan nga stenosis trake, që do të thotë bllokimi i rrugëve të sipërme të frymarrjes nga mishi huaj. Pas analizave të kryera një javë më parë në sanatorium, u konstatua se stadi i bllokimit të trakes është në masën 75% me trend në rritje deri në bllokim të plot, që do të çonte në vdekjen e 17 vjeçarit nëse ai nuk operohet brenda pak ditëve. Por se një operacion i tillë nuk realizohet në vend, ndërsa në shtetet si Turqia, ndërhyrja kushton nga 10 deri në 20.000 euro dhe konsiderohet një operacion rutinë.